Si çdo vit, ndryshimi nga ora dimërore në atë verore do të ndodhë të dielën e fundit të marsit. Këtë vit, kjo përkon me datën 29, kur akripat e orës në orën 3 të mëngjesit duhet të shkojnë 1 orë përpara dhe të tregojnë 4. Ora e kushtimit të dritës do të mbetet në fuqi deri në të dielën e 25 tetor 2026. Qëllimi kryesor i këtij ndryshimi është kursimi i energjisë elektrike. Gjatë 7 muajve të kohës së verës, fal dritës së diellit, kursejmë rreth 210 orë energji. Në vitet 1970, me ndikimin e krizës së naftës, shumica e vendeve evropiane filluan ta përdorin këtë metodë për të shfrytzuar më mirë dritën e ditës. Që nga viti 1996, Evropa ka një rregullor të përbashkët. Në pranverë kthejnë orën 1 orë përpara, ndërsa në vjesht i kthejnë 1 orë pas. Ndryshimi i parë prov u bë me 1932 nga 6 korriku deri me 1 shtator, kur orët u vendosën 1 orë përpara. Ndryshimi i orës që synon kursimin e energjisë zbatohet edhe në vende si Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Franca, por ka shkaktuar debate të shumta. Kritikët thonë se ndryshimi i orës mund të ndikojë negativisht tek shëndeti, duke rritur rrezikun dhe problemet të sistemit imunitar, sepse ndërpret ciklin normal të trupit. Ata gjithashtu argumentojnë se kursimi i energjisë nuk është gjithmonë i dukshëm.